Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xheleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës vlera e moralit dhe zemra e pastër. Në themelin e Islamit qëndron njeriu si qenie morale, e krijuar jo vetëm për të adhuruar Allahun me gjuhë e formë, por për ta reflektuar besimin përmes sjelljes, qëndrimit dhe pastërtisë së zemrës së tij. Morali nuk është një shtesë e fesë, por shpirti i saj, sepse morali është pasqyra kur reflektohet besimi i vërtet. Një zemër e pastër dhe një moral i lartë janë dy shtylla që e ngrejnë njeriu mbi instinktet e ulta dhe e afrojnë atë me krijuesin e tij. Pa moral, adhurimi zbrazet nga kuptimi i tij, ndërsa pa zemër të pastër, veprat humbasin peshën e tyre shpirtërore. Kurani e vendos qartë boshtin e vlerësimit të njeriut, jo të pasuria, prejardhja apo pozita shoqërore, por të devotshmëria dhe pastërtia e brendshme. Allahu i lartësuar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, më i nderuar i ndër ju tek Allahu është ai që është më i devotshmi. Ajeti 13 i surës Huxhurat. Devotshmëria nuk lind në gjymtyr, por në zemër të njeriut. Ajo është gjendja e brendshme që e bën njeriu të sinqert, të drejtë dhe të përulur, vetëm ndaj Allahut të Madhëruar. Prandaj, zemra e pastër është burimi ku rrjedh morali i mirë, ashtu si uji i kthjellët buron nga një burim i papërlyer. Profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë dhe ka theksuar këtë të vërtet në mënyrë të qartë se jam dërguar për të përsosur moralin e lartë, thot profeti Muhammad. Ky hadith tregon se misioni profetik nuk ishte vetëm që të tregonte njerëzve ligjin dhe ritualet ose si të adhurojnë Allahun, por të rregullojnë moralet e tyre dhe të përkushtohen në sjelljen dhe mënyrën se si ato sillen me njerëzit përreth. Islami synon formimin e njeriut nga ana e tij e brendshme, pastrimin e zemrës nga zilia, nga urrejtja, nga mendjemadhësia dhe hipokrizia dhe nga të gjitha këto ndjenja të këqija, sepse këto sëmundje e shkatërrojnë zemrën, shpirtin dhe prishin marrëdhënien e njeriut me Allahun dhe me krijesat e tjera rreth i qarkëtij. Kurani e lidh shpëtimin e njeriut drejt për së drejti me pastrimin e zemrës, duke thënë Bismillahirrahmanirrahim. Me të vërtet, ka shpëtuar ai që e ka pastruar atë pra shpirtin e tij dhe ka dështuar ai që e ka ndotur atë. Ajetet 9 dhe 10 të surës Shams. Këto ajete na mësojnë se suksesi i vërtet nuk matet me fitore materiale, por me triumfin mbi veset e brendshme që mund të kemi. Zemra e pastër është ajo që nuk mban mëri, që fal, që gëzohet për të mirën e tjetrit dhe që i druhet pa drejtësisë, qoftë edhe në mendim. Ehli bejti i profetit Muhammad paqja qoftë mbi ta, i kanë dhënë moralit dhe pastërtisë së zemrës një rëndësi të jashtëzakonshme, teksa Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: zemra është si toka, nëse pastrohet, pranon çdo farë të mirë. Dhe kjo thënie tregon se morali i mirë nuk mund të rritet në një zemër të mbushur me smir, egoizëm, padrejtësi dhe zili e urrejtje. Ashtu si toka e papunuar nuk jep fryt, edhe zemra e papastruar nga këto sëmundje dhe këto ndjenja të këqija nuk prodhon vepra të mira, sado të shumta të duken ato në pamje të jashtme. Imam Aliu gjithashtu shprehet dhe thot: vlera e njeriut matet me bukurinë e moralit të tij. Ky parim rrezon çdo standard të rrem të shoqërisë që e mat njeriu me pasurinë, me pushtetin apo me famën që ai mund të ketë. Sepse morali është kapitali i përhershëm i besimtarit dhe pasuria që nuk humbet as në këtë botë dhe as në botën tjetër. Një njeri me zemër të pastër dhe moral të lartë
është i qetë në ndërgjegje dhe i fortë në përballjen mes provave të jetës. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, thekson lidhjen mes zemrës dhe veprës, duke thënë: Allahu nuk i shikon format tuaja, por shikon zemrat dhe veprat tuaja. Dhe kjo thënie përputhet plotësisht me fjalën e Allahut në Kur'an, ku thuhet: atë ditë nuk do të bëjnë dobi as pasuria, as fëmijët, përveç atij që vjen tek Zoti i tij me zemër të pastër. Ajetet 88 dhe 89 të surës Shuara. Pra zemra e pastër është pasaporta e shpëtimit në ditën e gjykimit dhe dëshmia më e fortë e një besimi të sinqert. Pra morali i lartë nuk manifestohet vetëm me adhurimet, por me marrëdhëniet e përditshme që ne kemi me njerëzit, në drejtësi, në durim, në ndershmëri dhe në mëshirë në këtë shoqëri. Një zemër e pastër nuk dëmton kurrësi, nuk mashtron dhe nuk përbuz. Ajo është burim paqeje për të tjerët dhe qetësi për vetveten e saj. Prandaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na këshillon dhe thotë: besimtari më i plot në besim është ai që ka moralin më të bukur. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, vlera e moralit dhe e zemrës së pastër është thelbi i mesazhit të fesë pastër islame. Ato janë drita që ndriçon rrugën e njeriut në këtë botë dhe pesha që rëndon në favorin e tij në botën tjetër. Një zemër e pastër e afron njeriu me Allahun, ndërsa morali i lartë e bën atë të dashur mes njerëzve. Kur zemra pastrohet dhe morali fisnikërohet, besimi shndrohet në jetë dhe feja nuk mbetet vetëm fjalë, por bëhet realiteti i gjallë në çdo hap që njeriu hedh në jetën e kësaj bote. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën Allahu xhelalu shanhu, ju përshëndesim përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.